Alesia, prej muash po flitet se në politikën shqiptare priten dhe arestime të reja të emrave VIP, përfshirë figura me pushtet aktual ose ish zyrtar të lartë. Sipas jush, a jemi realisht pranë një valë të re arestimesh në nivelet e larta të politikës? Dhe nëse po, a mendoni se këto arestime do të jenë rezultati i drejtësisë së pavarur apo pjesë e një lufte politike mes palëve? Atëherë, ju falenderoj për intervistën. SPAK-u është duke bërë punën e duhur dhe duke dhënë mesazhe të forta kundra luftës ndaj korrupsionit në Shqipëri. Dhe pa diskutim që pritet këtë arrestime si majtas dhe djathtas. Ka ardhur koha që politika shqiptare të jetë një politikë shëndetshme e cila të shërbejë qytetarëve dhe ka ardhur koha të bëjmë shtet dhe jo të ruajmë pushtet. Unë mendoj dhe besoj pafund që SPAK-u do vijojë punën me suportin e partnerit ndërkombëtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do japin mesazhin e duhur politikës dhe pa diskutim që do ta pastrojnë atë nga gjithë personat cilët janë të inkriminuar, të korruptuar dhe që janë pasuruar në kurriz qytetarëve shqiptarë. A mendoni se ka emra konkret në politikë që e din se arrestimi është vetëm çështje kohe? Po pa diskutim, ka disa që janë duke pritur emrin dhe unë mendoj që shumë shpejt, madje brenda janarit do të pruhen publike. Duke patur krizën e vazhdueshme politike, mungesën e dialogu dhe mosbesimin e qytetarëve, a mendoni se politika shqiptare po shkon drejt një bashkimi mes mazhorancës dhe forcave opozitare për krijimin e një qeverie teknike? A është kjo një skenar real apo vetëm një zgjidhje për folur për të fituar kohë? Atëherë, unë mendoj që politika shqiptare pa diskutim që duhet shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme, por pa diskutim unë jam kundra një qeverie teknike ku të jetë bashkëpunimi midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pasi ka ardhur koha që vendin ta drejtojnë intelektualët dhe jo njerëz të cilët bëjnë pazare për të ruajtur pushtetin e tyre. Në këtë prizëm, pa diskutim që do dëshiroja shumë që të pastroheshe politika dhe pa diskutim të kishim zgjedhje të parakohshme në mënyrë që të përfaqësuarit në parlament ishte një privilegj dhe ishte populli dhe qytetarët ata që do zgjidhin përfaqësuesit e tyre dhe jo krimi organizuar dhe jo të jenë të emëruarit e kryetarit. A mendon se mazhoranca do ta pranonte realisht një ndarje pushteti apo opozita do të pranonte përgjegjësi qeverisë pas zgjedhje? Pa diskutim që nuk do ta pranonte pasi mazhoranca ka 83 mandate dhe pa diskutim që për të ruajtur pushtetin e tyre ato nuk do bëjnë asnjë hap pas. SBA ka pasur dhe vazhdojnë të ketë një rol të fortë në zhvillimet politike dhe institucionale në Shqipëri. Sipas jush, Alesia, a pritet një ndërhyrje me drejt për drejt e amerikanëve në qeverinë tonë, qoftë përmes presionit politik, reformave apo ndryshimeve në ekuilibrat e pushtetit? Atëherë, pa diskutim që faktori ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm, por kontributin e tij e ka dhënë duke dhënë mesazhe jo të drejtë për drejta, por indirekte, siç kanë qenë edhe e fundit fare që është pezullimi i vizave për shqiptarët në SBA të emigrimit, ka qenë pa diskutim edhe nga Bashkimi Evropian ndërprerja e fondeve për shkak të skandalit të Akshit. Këto janë sinjale të forta, të cilat vijnë si pasojë e korrupsionit në Shqipëri, si pasojë e politikës së keqe, por mbi të gjitha vijnë si një mesazh goditës ndaj qeverisë aktuale në Shqipëri. Por gjithashtu dua të theksoj që edhe opozita i ka dyert e mbyllura me faktorin ndërkombëtar, pasi kur është zgjedhur Sali Berisha kryetari i PD-s, asnjë amerikan nuk ka shkelur mend Partinë Demokratike dhe për sa kohë raporti me ndërkombëtarët është i mbyllur, e shoh shumë të vështirë edhe ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, pa u reformuar dhe pa u ndruar leadershipi i saj. A janë amerikanët sot faktor stabiliteti apo faktor presioni në politikën shqiptare? Atëherë, amerikanët gjithmonë kanë qenë faktor shumë i rëndësishëm në politikën shqiptare. Ato janë aleatët dhe miqtë më të mirë që ka Shqipëria, ato janë kundërshtarët më të këqij të korrupsionit, të hajdutëve dhe të gjithë individëve të cilët duan pasurohen në kurriz të qytetarëve, në kurriz të popullit dhe duke ngritur karrierën dhe pasurinë e tyre duke vjedhur. SBA-ja është aleati i drejtësisë, është aleati i shqiptarëve dhe është partneri ynë kryesor. Alesia, të falenderoj. Falenderoj dhe ju.